Tri blerit e reja të Feronikelit në afatin kalimtar të janarit, Yll Hoxha, Labinot Osmani dhe portieri Faton Maloku e kanë shtuar konkurencën të skuadrën nga Drenasi si asnjëherë më parë. Pika më e vështirë dhe e ngjeshme duket te portieri, ku konkurenca është e madhe mes dy portierëve me emër në futbollin e Kosovës. I pari ishte edhe pjesë e përfaqësuesës së Kosovës në vitin 2016, ndërkaq i dyti u shpall më i miri në Kosovë për vitin që lan pas. Bëhet fjalë për Flamurin e Zirin dhe Faton Malokun, të cilët do të luftojnë për një vend në 11-shën e parë të trajnerit Afrim Toverlani, i cili pritet ta ketë vështirë të zgjedhë përbërjen e parë, marr parasysh numrin e madh e sidomos cilësor të futbollistëve që ka në skuadër. Trajneri i portierëve të Feronikeli Avni Hasani në një prononcim për Tribuna Channel thotë se ka në skuadër portierët më të mirë në vend dhe është shefi sipas tij që në fund vendosë kush do të luajë i pari. Kur e përmend fjalën shef, aludonte Afrim Toverlani. Na pret një sfidë e madhe, kemi bëjmë me tre portierat më të mirë në Kosovë. Na do të punojmë vazhdimisht me tre portierat pa hi në hak askujt. Në fund do të vendos shefi për trajnerin më të mirë. Puna do të jetë për secilin e njëjtë. Natyrisht për çdo gjë konsultohet edhe me neve, po shefi është i fundit që vendos. Ndërkaq shefi, siç e quan Hasani Afrim Toverlanin, deklaron se do të luajnë ata që meritojnë. Nuk besoj që do të jetë e vështirë, sepse do të ketë shumë ndeshje, dhe ato ndeshje shumë të forta, duke filluar prej ndeshjes parë për kupë me Llapin, mund të ketë lëndime, mund të ketë kartona, që secili do ta ketë rastin, ashtu siç e kanë pas edhe gjatë vjeshtës, vetë kampionati, vetë rëndësia edhe kupës do ta kenë rastin secili dhe do ta shohim. Mund të ketë në fillim ndoshta pak për cilin do të vendosëm për njansa në bazë edhe të kundërshtarit edhe vetive individuale të futbollistëve, mirë po me kalimin e kampionatit, unë mendoj që mos them nuk janë të mjaftueshëm, po nuk do të kemi probleme. Për Flamurin e Zirin, që në vitin 2016 ka qenë edhe pjesë e përfaqësuesës së Kosovës, konkurenca është shumë e mirë dhe motiv shtesë që të punohet edhe më shumë. Kjo është një plus i madh për ekipin e Feronikelit, sepse dihet që nuk ka individ në skuadër, edhe përpara nuk ka pas individ, po tash është një konkurrencë edhe më e madhe. Është shumë më mirë për skuadrën, do të thonë për individin është një plus i madh ai që ka karakterin e fortë, do të me luftu që t'i ndihmoj skuadrës. Pastaj ato ona teknike e trajnerit se çysh don me zhvillu ndeshje caktuar me taktikën e tij, ka zgjedhje ndryshme dhe kjo është një plus i madh edhe për trajnerin edhe për ekipin. Ndërkaq rivali i Zirit Faton Maloku, që u shpall më i miri në vitin 2016, thotë se konkurenca e bën edhe më të fortë. Konkurenca për ne, sidomos për portierat, është shumë e mirë. Edhe në Gjilan kem pas konkurencë mjaft mirë, po edhe kjo është një konkurencë shumë e mirë, duke pas parasysh që Flamurin e Ziri dhe Denis Troshupa kanë qenë në formë mjaft mirë, kështu që konkurenca na bën më të fortë dhe jemi në formë mirë. Konkurencë pritet të ketë edhe në fazën e sulmit. Ardha e Yll Hoxhës dhe Labinot Osmanit e bën të paqartë pjesën ofensive të Niklit, kur dihet se aty janë edhe Bleran Kurtishaj, me Vlan Zeka me ndurim Hoti e Mark Medicaj. Për sulmuesin Labinot Osmani që në vjeç luajtjet e Prishtina, konkurenca i bën sulmuesit edhe më të mirë para portave kundërshtare. Konkurenca është e mirë dhe nuk mendoj që jetutën konkurencës. Me rëndësishmë mos me pas lëndime, me pas konkurencën e shnosh, sepse neve sulmuesve konkurenca na bën veç më të fortë dhe për çata edhe ku marr këtë, sepse mendoj që është ekipa më kompletuar në ligë. Në afatin kalimtar të janarit, Feronikeli ka transferuar vetëm 3 futbollistë të lartë cekur dhe ka mbyllur çështjen e blerjeve për këtë afat, ndërkaq nga skuadra është larguar përparim Livoreka, që ka kaluar te drita, kurse pritet edhe largimi i portierit Denis Troshupa, i cili në momentin që do të gjejë skuadër, do të ikë nga rrezja për xhepi. Stinori pranveror nis me 25 shkurt, ndërkaq kampioni në fuqi fillon nga pozita e 4, ku përfundoi në vjesht me 6 pikë me pak se 3 89 që doli e para.